Januz Januzaj, banori fshati Dujak, është shprehur i shqetësuar lidhur me një faturë tatimi në pronë që e ka pranuar pas 22 vjetësh në shumën prej afro 1.000 eurosh. Ai thotë se për këtë pronë nuk ishte pranuar asnjëherë më parë faturë. Fakturë që 22 vite nuk vjen në shpjeteme. Kur vjen 980 euro. Që kjo është shqetësimi jam. Jem konë ku është pagesa me bo dhe më ka thonë si s'është e mundshme. Tha do të shqytojmë këtë lonë, e kom bo një pagesë pej 380 euro, duhet me i kryu dhe pagesën tjetër dej për vitri. Që kjo është shqetësimi jam. Pse nuk më vjen mu faktura su ku vjen tjerve, su ku vjen e bërlogit, su ku vjen e rrymës, vjen faktura. Të unë s'ka ndodhe jo ja. A i pati edhe një kërkesë. Arsyeja, a vjen çdo muaj, se kjo është një herë në vit. Do të ma pronto shtëpia, dhe unë e bëj pagesën. Derisa mu kur për 22 vite nuk e kanë ditë derën teme, pse ditën tash më ardh me 1.000 euro tatim. I gjendur para një detyrimi të lartë financiar, Januza i thotë se e ka të pamundur të përballojë këtë obligim. Në shëmëtar 100 euro e në shëmëtar 1.000 euro. Ato 1.000 euro nuk mundesh me të buti këtu. Unë e marr një rrugë të veteranit, nuk munda me të bu 1.000 euro mrana dite, sukur ka orë kjo. Edhe nuk di kush do të merret me këtë punë. Me pas pak kujdes, ata derisa jashtë kompania posta si bjen letat, pse nuk ma ka pru mu kur që ta. Në lidhje me këtë rast, kontaktuam zyrën komunale të tatimit në pronë në komunën e Gjakovës, Shkelzen Cërmjani, menaxheri i zyrës në një përgjigje me shkrim përmes telefonit thotë. Lidhur me rastin konkret do që të kryet një hetim administrativ sa ka pala ankuese ndonjë pagesë për 20 vite, a është pajisur me ndonjë vërtetim mbi pagesën e tatimit, qoftë për regjistrim të automjetit, për subvencione nga bujqësia apo diçka tjetër, ose a ka pasur ndonjë njoftim tjetër lidhur me detyrimet tatimore për 20 vite. Personalisht nuk besoj se ka ndonjë tatim paguese nuk është i njoftuar për 20 vite për detyrimin tatimor qoftë përmes postës ose me vizitë në zyrën e tatimit. Tutje menaxheri Cërmjani bëri të ditur se për këtë çështje ekzistojnë rregulla të qarta që rregullojnë procedurën, të cilat janë të aplikueshme në çdo rast të ngjashëm.